procesi I votimit është duke vazhduar në të gjitha komunat e vendit. Deri në këtë fazë procesi I votimit po zhvillohet pa ndonjë problem që do të ndikonte në mbarvajtjen e përgjithshme të procesit zgjedhor. Në dhomën operative të KQZ-s jemi duke pranuar raportime të ndryshme nga qendrat e votimit lidhur me ecurinë e procesit zgjedhor. Sipas raportit të orës 15, në dhomën operative të KQZ-s janë raportuar disa probleme të tjera me mungesë të energjisë elektrike në 3 qendra votimi, në komunën e Skenderajit, 2 në komunën e Malisheves dhe 2 qendra tjera në Novobërd dhe Obiliq. Për të gjitha këto raste është njoftuar KEC-i për të ndërmarrë hapat e nevojshme për rikthimin e energjisë elektrike dhe sipas informacioneve, kjo ka ndodhur brenda një kohe shumë të shpejtë. Po ashtu, duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga rreth 96% të vendvotimeve, numri I qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 15 është 572.726 votues, apo 28.65%, nga 1.999.204 votues. Në të njëjtën kohë, në zgjedhjen për kuvendin e Kosovës, të mbajtura me 9 shkurt 2025, sipas të dhënave nga rreth 91% të vendvotimeve, kishin votuar 28.32%, apo 558.226 votues, nga 1.970.924 votues. Nëse ka ndonjë pyetje nga përfaqësuesi. Una? Edhe ju kisha lutur prezantoheni edhe pastaj ja vash. Okej, kam përparësi. Faleminderit. Përshëndetje Marigor prej Kovizionit. Zoti Radoniqja na tregoni pse nuk janë procesuar dhënat e pjesëmarrjes në votim në disa komuna në veri të Kosovës, për shembull I patëm disa raste në Zubin Potok edhe në Zveçan në disa qendra votime. Nuk ka njoftu për këtë, por do të procesohen gjithat, nuk mbesin pa u procesuar. Ndoshta ka mbet diçka me vonesë për të dërguar dhënat, por të gjithat do të kompletohen, nuk. Për shembull aty në platformën e KQZ-s ishte 0%, mirë po kutit janë mbushura. Nuk do të jetë asnjë raportim pa u pranuar nga KQZ-ja, nëse jo tash, po orët në vijim gjitha do të plotësohen. Përshëndetje, zotëri kryetar, unë jam Artur Mulliqi prej Radio Televizionit të Kosovës. Ka pasur raportime pas konferencës suaj të fundit që në raportime nga mediat lokale në veri të vendit që subjekti politik Lista Serbe ka thyer heshtjen zgjedhore. Në këtë mënyrë dihet që nëse ka ndodhur dhe vërtetohet kjo, ka bërë një shkelje të ligjit për zgjedhjen, ndërkohë që po ashtu ka raportime të minutave të fundit që kryetaria Rani Lugut është duke u intervistuar nga policia për shkak të presionit që të votohet subjekti politik Lista Serbe. A I keni këto informata dhe nëse janë të konfirmuara, cilat janë veprimet që po I ndërmerrni si trupe KQZ-s bashkë me institucionet e tjera që janë të angazhuara për ditën e zgjedhjeve? Faleminderit, ne I kemi informacionet, vazhdimisht jemi në komunikim me policinë dhe prokurorinë për çështjet që hynë në domenin e veprave penale apo inkriminuese, prokuroria dhe policia ndërmarrin hapa hetimore, ndërsa sa I përket për thyrjes së heshtjes zgjedhore, atëherë kompetencë për të vendosur për këtë është PZAP-ja në bazë të ndonjë ankese eventuale që mund të paraqitet. Sa I përket neve, ne jemi të njoftuar, por në lidhur me heshtjen zgjedhore, ne nuk kemi ndonjë kompetencë tani për të vendosur. Kemi informacione, po nuk janë të raportuara në dhomën operative. Una? Sa I përket furnizimit me energji elektrike, do të thotë është raportuar sërish pas konferencës së fundit për qendra të reja të votimit. Çfarë jeni duke bërë si KQZ, ju si kryetari KQZ-s apo edhe antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? A keni kontaktuar me KEC-in, keni pasur takime? Çfarë jeni duke bërë për këtë çështje? Unë e ceka dhe më herët që për çdo problem energji elektrike, KEC-i është duke vepruar shpejt. Dhe thotë ndërprerjet e energjisë elektrike nuk janë të gjata. Intervenohet nga ekipet e KEC-it,
Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me KEDS për çdo ndërprerje të energjisë në cilin do vend. Por sa i përket takimeve, ne ato veç i kemi përfundu deri në ditën e zgjedhjeve. Tash jemi vetëm në koordinim me ta në teren. A ka gjos, do të thotë, a kanë garantuar që kur bie errësira nuk do të kemi telashe të njëjta dhe nëse do të ekzistojnë shqetësime për të pasur telashe të njëjta, a e cënon kjo integritetin e zgjedhjeve? Ne po shpresojmë që nuk do të kemi ndërprerje të energjisë elektrike prej orëve kur fillon të bie deri. Por mbetet të shohim. Integritetin e zgjedhjeve jo domosdoshmërisht mund ta cenoj energjia elektrike, por do të shohim. Do të shohim se do të përcaktojmë më tutje. Edhe një pyetje zotëri Radonić, ndërlidhur me atë që sapo e parashtroi Blerta. Çka ndodh proceduralisht, teknikisht, duket si çështje teknike, por nëse mund ta shpjegoni për qytetarët. Çka ndodh në momentin që ndërprehet energjia elektrike me procesin e votimit? A ndërpritet procesi derisa të kthehet energjia elektrike apo vazhdon, sepse në ata pak sekonda ose minuta mundësia e abuzimit natyrisht që ekziston? Procesi i votimit nuk do të ndërpritet. Procesi i votimit sipas ligjit ka 12 orë dhe nuk do të ndërpritet. Ne do të sigurohemi që nuk do t'i lëjmë në terë me votu, por që procesi i votimit nuk mundet më ndërprej. Nëse bëni me vazhdu prap, në disa qendra të votimit është përmendur që nuk ka fare as generator. A keni ndërmarrë ndonjë hap si Komision Qendror i Zgjedhjeve? Për generator nuk kemi në të gjitha qendrat e votimit, por që ne në bashkëpunim me KEDS-in jemi siguruar që në vendet ku do të ketë ndërprerje, do të intervenohet me shpejtësi dhe do të kthehet energjia elektrike. Deri me tani, unë i raportova disa raste të ndërprerjes së energjisë, por që nuk ka zgjatë shumë. Edhe ka intervenu KEDS-i dhe është rikthyer energjia. Por për orët në vijim do të shohim si do të vazhdojmë. Edhe pyetja fundit ju garantoj, a ju shqetëson juve kjo çështje si kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Natyrisht që na shqetëson, çdo veprim që mund të cenoj procesin na shqetëson, por që ne i sigurojmë që procesi do të vazhdojnë normalisht, do të punojmë që edhe integriteti i votës të mos cenohet. Jemi në këto kushte, unë mund të bëj edhe apel tek qytetarët që të kursejnë energjinë elektrike në këto orë, por që kjo mbetet edhe tek KEDS-i, edhe tek qytetarët për kursim. Por ne do të bëjmë të pamundurën që procesi të shkojë normalisht. Në një pyetje tjetër? Nëse jo, atëherë ju njoftoj që konferenca e radhës do të jetë në orën 7:19:30. Faleminderit.